Edhe nuk e harroj në bisedën e parë me Mira Muradin që po diskutonim për shpejtësinë dhe më tha diçka që ishte e frikshme. Nëse për të kaluar nga iPhone-i 12 te 13 është dashur një vit, për të kaluar nga një gjë tek një gjë tjetër tani që hyri inteligjenca artificiale do duhet një ditë. Godinën në Vlorë, mund qendër të Vlorës, e cila ka hapësira të jashtëzakonshme, është fantastike për high-tech-un, që do funksionojë si një park. Pra, kush do ketë hapësirë dhe kush do ketë zyra dhe kush do zhvilloj aty produktet teknologjike, do të ketë një sistem fiskal edhe një sistem incentivash komplet ndryshe nga jashtë perimetrit godinës. Kështu që keni parasysh edhe uroj shumë që deri atëherë të keni bërë zhvillime të reja, se këtu shpejtësia e zhvillimit është maramonce. Edhe nuk e harroj në bisedën e parë me Mira Muradin që po diskutonim për shpejtësinë dhe më tha diçka që ishte e frikshme. Tha, nëse për të kaluar nga iPhone-i 12 te 13 është dashur një vit, për të kaluar nga një gjë tek një gjë tjetër tani që hyri inteligjenca artificiale do duhet një ditë. Çfarë është e re në mëngjes do bëhet e vjetër në darkë. Deri këtu do të shkojë shpejtësia e transformimit.